We'll continue now with Do të vijojmë tani me dëshminë tuaj. Do vazhdoj me pyetjet e gjykatësve, jo kundër pyetjet, se thash gabimisht kundër pyetjet, janë pyetjet e gjykatësve. Gjykatësi Metro, edhe një herë mirëmëngjes. Përgjigje mirëmëngjes. Pyetje. Do flasim pak në hollësi, po fillimisht një pyetje të përgjithshme. A keni dijeni për disa deklarata publike që janë bërë prej udhëheqësve të UÇK-s në 98 dhe 99 lidhur me zotin Bukoshi apo qeverinë e tij? Përgjigje. Më kujtohet se një nga dimensionet të marrëdhënieve të tensionuara dhe të patensionuara ka qenë përpjekje e UÇK-s për të krijuar hapësirë politike duke e bërë të paligjshme LDK-n. Deri në një farë shkalle, që është krejt normale, por veçanërisht Bujar Bukoshin, sepse ai ishte kryeministri, për shkak se ai ishte jashtë Kosovës dhe për shkak se ishte në një shkallë të madhe figura imazhi publik. Pyetje. A riu kujtohet në këtë aspekt të kenë dalë disa deklarata të vazhdueshme në 98-ën, më duket se edhe në 99-ën, deklarata nga udhëheqja e UÇK-s që kërkonin nga Bujar Bukoshi dhe qeveria e tij të siguronin fonde që sipas udhëheqësve të UÇK-s Bujar Bukoshi i kishte në dispozicion. Përgjigje po. Pyetje. Në vlerësimin tuaj, ka qenë kjo pjesë ka qenë kjo një arsye për shkak të tensioneve që kanë pasur ata për cilën folët pak më herët? Përgjigje. Po do t'ja pak më shumë kontekst, nëse më lejoni, me tropa tjetër. Përgjigje. LDK-ja ka qenë efektive në grumbullimin e fondeve prej diasporës. Dhe ndonse Bukoshi nuk i kontrollonte këto fonde, ai ishte pjesë e ekipit të LDK-s që bënte kontrollin e fondeve. Në mënyrë të vazhdueshme kishte kërkesa prej komunitetit shqiptar, qofshin këta refugjat, apo aktorë të tjerë, apo qoftë dhe UÇK-ja, kërkonin që këto fonde të shpenzoheshin në një mënyrë të caktuar. Për shembull UÇK-ja, sikurse disa të tjerë mund thoshte, prit, keni kaq para në dispozicion. Ne na nevojitet X shumë. Kështu që pse nuk ta jepni këto? Nëse dikush ka $100, a ka $100,000, unë nuk e di sa para kishte LDK-ja konkretisht, këtë nuk mund t'ua them. Pyetje për proces verbal dhe që ta kuptojnë dhe palët. Dua të theksoj provën materiale P284, provën materiale 270.15, provën 578, 579, 271 dhe 515.17. A u informuat të ketë pasur ndonjë hezitim nga ana e Bujar Bukoshit që të ofronte ndihmë financiare për UÇK-n, siç i kërkohej? Përgjigje po. Bujar Bukoshi ishte hezitonte të ofronte ndihmë financiare për UÇK-n. Pyetje. Mund na thoni pse? Përgjigje. Burimet që kishte mbledhur diaspora ishin të kushtozuara. Ishin mbledhur që të financonin sistemin arsimor paralel që funksiononte në Kosovë dhe të financonin kujdesin shëndetësor paralel. Pra, do jap një përgjigje pak më të gjerë. Ne kemi folur shkurtimisht për këtë, kur vjen çështje
çështja e parave dhe armëve, unë nuk mund të flas për drejtat e njeriut. Megjithatë, ai më ka thënë që ka dy probleme. I kemi mbledhur këto para nga diaspora për shëndetësin dhe për arsimin. Dhe këtu duam të shpenzojmë. Dhe besoj se i përdornin dhe për disa nga refugjatët. Dhe së dyti, po mos ma merrni përfundimtare këtë. Së dyti, nëse doni para për armë, ka forma të tjera për ta bërë këtë. Dhe përfundimisht, në fakt, e gjetën një zgjidhje. Pyetje. Pra, ju thoni që zoti Bukoshi apo qeveria e tij hezitonte të ofronte ndihmë me armët, nuk donte të ofronte ndihmë për armatim, apo ishte diçka tjetër? Përgjigje. Unë do ju thoja që ai hezitonte për shkak të natyrës konkurruese politike dhe sikur s'ua thash fondet kushtëzuara, mos e merrni kaq të mirë fillt. Për shkak se ky është një term amerikan. Ishin fonde që ishin caktuar për diçka tjetër, do të ishte e papërshtatshme të përdorin në një fushë tjetër kur nuk ishin caktuar për atë fushë. Pyetje. Tani do të shohim disa dokumente dhe do doja të më ndihmonit nëse mundeni. Do i lutem zyrës administrative të nxjerr në ekran provën materiale P310. I give you a moment to Po jap një çast të njiheni me dokumentin në ekran. Do ta përshkruaj sot qoftë për proces verbal. Pretendohet ose mendohet që kjo është një deklaratë publike nga Hashim Thaçi si udhëheqës i drejtorisë politike pranë SHP-s të UÇK-s, shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Dhe është botuar tek Zëri i Kosovës të enjten më 28 janar 1999. Më duket se ka diçka tjetër në faqe, po nuk është shumë relevante për ju, që intervista ose është marrë ose është zbardhur më 18 janar të 99. E shihni këtu? Përgjigje po. Pyetje. Fillimisht, a e keni ditur ju që zoti Thaçi në janar të 99-s është prezantuar si udhëheqës i drejtorisë politike të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s? Përgjigje jo. Pyetje. A e dini apo a e dini ta so kohe që ai ndonjëherë fliste me media, pavarësisht në çfarë cilësie e bënte këtë? Përgjigje. Jo me sa më kujtohet. Jo. Pyetje, po për këtë gazetën, Zëri i Kosovës, e njihni këtë gazetë? Përgjigje po. Pyetje, a mund të themi që është një gazetë që ka qenë në favor, mund të themi, të UÇK-s aso kohe? Përgjigje. Kjo nuk më kujtohet konkretisht. Pyetje, do të lutem zyrës administrative të shkoj më poshtë në dokument, edhe Dr. Williams, nëse doni ta lexoni dokumentin, ju lutem më thoni. Filloj me paragrafin që fillon me fjalët deklaratat e fundit nga qeveria Bukoshi. Në thonjza qeveria. Përgjigje paragrafi parafundit. Me tropo. Po lexoj për transkript. Deklaratat e fundit nga qeveria në thonjza e Bukoshit janë tepër acaruese, të anshme dhe ofenduese, duke mbajtur parasysh çka ka ndodhur në Kosovë dhe më gjerë, dhe janë të pavërteta, janë të mbushura me shantazhe, madje edhe me kërcënime. Pyetja ime e parë është kjo.
Keni dijeni se për çfarë deklaratash ka pasur fjalën Zoti Thaçi këtu në mes të janarit 1999? Përgjigje, jo. Nuk më kujtohet konkretisht se për çfarë deklaratash bëhet fjalë. Po nëse më lejoni, po mbase këto pasqyrojnë sjelljen e Bukoshit ndaj kërkesave të UÇK-s, që nuk ka merrte parasysh. Nuk e di konkretisht, po nuk më befason që të jetë shprehur në këtë formë. Më tej thot, qeveria Bukoshi nuk e ka njohur, nuk e ka mbështetur siç duhet ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Shkojmë në faqen tjetër. The Kelly Shtabi i përgjithshëm i UÇK-s nuk ka njohuri për mjetet e mbledhura në emër të luftës se në ç'drejtime janë dedikuar. Shtabi i përgjithshëm i UÇK-s fton bashkëdhetarët që të mos bjerë në grackat e konstruktuara nga, në thonjza, institucionalistët. Po ndaroj këtu për një çast. Si e kuptoni ju termin institucionalist, ose sipas jush për kë bëhej fjalë? Përgjigje. Kjo nuk është një fjalë që apo një term që e kam dëgjuar gjatë kohës që kam punuar me shqiptarët e Kosovës. Ata thonin LDK, ja përmendin LDK-n, apo të tjerë. Kështu që nuk dua të hamendësoj, nuk dua të supozoj. Nuk mund të them që për këtë e kam fjalën, nuk e njoh si term. Pyetje. A kishte institucione në atë kohë në Kosovë, parlament, president? Përgjigje. Ekzistonin pjesërisht institucione në Kosovë dhe pjesërisht jashtë Kosovës. Presidenti Rugova qëndronte në Kosovë. Kryeministri Bukoshi qëndronte në Gjermani. Edita Tahiri, ish ministre e jashtme, qëndronte po ashtu në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë e Arsimit funksiononin po ashtu në Kosovë. Po ka pasur një komunikim të ngushtë me diasporën. Kishte qeveri paralele, disa ishin në Kosovë, disa nuk ishin në Kosovë. Artikulli vijon më tej. Pak pas kësaj intervistë thuhet. Nga ana tjetër, sa u takon kontributit tyre financiar, që mbahen të ngrira, të bllokuara, të bëjmë presion në thonjsa institucionalistëve që ato të derdhen në fondin e UÇK-s Vendlindja Thëret. S'po jo them dot në shqip. E njihni këtë fondin Vendlindja Thëret? Përgjigje. Jo, nuk e kam njohur fondin Vendlindja Thëret konkretisht. Pyetje, po a u informove më vonë lidhur me to? Përgjigje jo. E di që ngriheshin fonde për UÇK-n, po emrin e organizatës apo të fondit nuk e di. Pyetje. Vazhdon më tej. Thot. Bukoshi duhet qartësoj para popullit dhe bashkëdhetarëve të nderuar që nuk kursyen e nuk po kursejnë edhe kafshat në gojës të ndajnë për UÇK-n, ku janë ato mjete dhe për çka shfrytëzohen. Shtabi i përgjithshëm i UÇK-s ka të dhëna të sigurta që janë keq përdorur rreth 100 milion marka gjermane nga ju dhe suita që ju rrethon. Në klapa thuhet 60 milion në fund pranuat se janë shpenzuar, 10 milion dollar vetëm në emër të një kontrate të dështuar në thonjza në shërbim të popullit.
Këto para janë përdorur nga ju për të financuar të gjithë Ministrinë e Brendshme. Ju keni financuar në vrasje dhe tentim vrasjet e komandantëve të UÇK-s. Dosja juaj flet për planet tuaja për likuidimin e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe disa personaliteteve eminente të skenës kosovare. Me sa keni ju djeni? A ka ndonjë të vërtet në djenin tuaj? Në ndonjë prej pretendimeve që janë në këtë artikull? Përgjigje. Jo në djenin time. Nuk mund të them a ka të vërteta në këto akuza, në këto pretendime. Kaq. Këto janë komunikime që i kam dëgjuar nga shqiptarët, nga diaspora shqiptaro-amerikane, por jo domosdoshmërisht të vërteta. Po për kontekst, kemi situatë të tensionuar, të gjithë mendojnë që Bukoshi ka shumë para në dispozicion, këto para duhet përdoren për këtë e për këtë gjë, sigurisht që ka tensione, për nga aktorët jo shtetëror të armatosur dhe revolucioni. Besoj se u bëra të qartë. Pyetje. Do të vjoj me një pyetje tjetër. Ju thatë më herët që kuptoni 70% dinamikën e asë kohe. Deklaratat të këtij lloji, veçanërisht fakti ku thuhet që zoti Bukoshi ka qenë i përfshirë në vrasje të ndim vrasjesh. Këto akuza apo pretendime, a nuk e dëmtonin imazhin e Bukoshit dhe qeverisë së tij? Përgjigje. Këto akuza, unë në fakt jam më komod me pjesën e parë të paragrafit, kur thanë që ka burime të konsiderueshme nga diaspora, nuk po i shfrytëzojnë si duhet, dhe diçka që unë nuk besoj se është e vërtet. Mund të jetë bërë edhe për të dëmtuar imazhin e tyre. Deklarata e dytë që ka financuar vrasje e tentim vrasjesh më duket më shumë si komunikim i pa bazuar për shkak të personalitetit të Bujar Bukoshit dhe qasjes. And my perceptions. But Ky është mendimi im dhe perceptimi im. Nuk e di, a i dhash përgjigje? Me po, faleminderit. Lutem zyrës administrative të nxjerrë në ekran provën P4166. Thank you. I'll give you again a moment to. Po ju jap një çast që ta lexoni dokumentin. Fillon me deklaratën politike, data 17 janar 1999. Është po ashtu e botuar tek zëri e Kosovës. Data e shenjtë 21 janar 1999. Të lutem sekretarisë të shkojë më poshtë në tekst. Faleminderit. Këtu, sipas këtij artikulli, kjo është një intervistë me Jakub Krasniqin, i cili këtu është prezantuar si përfaqësues politik i UÇK-s dhe zëdhënës. A e shihni këtë? Përfaqësues politik dhe zëdhënës i UÇK-s. Përgjigje po. Ju lutem. Shikoni pyetjen ku është poshtë emrit Adnan Aslani. Përgjigje, zëri i Kosovës. Po. Po e them për proces verbal dhe pastaj do t'ju bëj pyetje për këtë.
Gazetari bën këtë pyetje. Zoti Jakub, në një deklarat të qeverisë Bukosh të emër të emetuar më 17 janar 1999 nga të VSH-ja, qeveria është në thonjza, më falni, thuhet se ashtu quajtura qeveri pas ka ndihmuar Kosovën me 60 milion marka gjermane. A i ka ardhur diçka nga këto mjete UÇK-s. Sipas këtij teksti, Jakub Krasniqi është përgjigjur kështu: Bukoshi mund të t'i bjes vetës mbi shpatulla për këtë term pak kufizuar si kryeministër në thonjza, pra të lavdërohet për postën pak kufishëm të kryeministrit në thonjza për shpenzimet e pakontrolluara të shpërdoruara. Nuk e di sa marka gjermane ka çuar në përmiq e jarana, në për xhepat e tyre, por them me bindje se në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk ka ardhur asnjë markë gjermane. Pyetja ime e parë është kjo. Ju lutem gjithmonë çfarë dini? Nëse nuk e dini, thoni që nuk di që. Pra, keni dijeni ju që zoti Bukoshi dhe qeveria e tij të kenë shpërdorur paratë që kanë marrë nga diaspora apo nga të tjerët? Përgjigje. Jo, nuk jam në dijeni që qeveria e Bukoshit ketë shpërdorur fondet e diasporës, të ketë përdorur për përfitime personale, pra. Pyetje. Po ky pretendimi, që zoti Bukoshi apo qeveria e tij nuk i kanë dhënë asnjë ndihmë financiare UÇK-s. Sipas jush e vërtet, e rreme apo nuk e dini? Përgjigje. Nuk di të jetë e vërtet. Mund t'ju japim përshtypjen time nëse ju shërben metro, po. Përgjigje. Nuk do të befasohesha nëse do të ishte e vërtet, duke mbajtur parasysh marrëdhënien e tensionuar dhe intensive të Bujar Bukoshit. Pyetja e dytë është kjo. Po gazetari, ku kanë shkuar atëherë këto mjete? Sipas këtij teksti, përgjigja e zotit Krasniqi ka qenë kjo. Një pjesë e di se kanë shkuar për dobësimin e aftësive mbrojtëse të UÇK-s, duke financuar dezertorë të luftës. Edhe një herë, bazuar në të çka dini apo mund të keni diskutuar me zotin Bukoshi, sipas jush, ka ndonjë të vërtet në këtë pretendim, në këtë deklaratë? Përgjigje. Nuk e di atë ketë ndonjë të vërtet në këtë. Kjo është një deklaratë që unë se kam dëgjuar më ndonjëherë më përpara. Pyetje. Lirisht mund të thoni që nuk di asgjë më shumë, por me sa keni ju dieni apo nga kontaktet e ngushta me zotin Bukoshi, ju mendoni se ishte një person që ishte në gjendje ta bënte këtë? Përgjigje, keni fjalën financonte dezertorët? Pyetje, po. Përgjigje. Ky do të ishte një veprim krejt ndryshe, do të një drejtim tjetër. Këto janë burimet për qeverinë e eksil, shëndetësi, arsim, dhe s'do t'i përdorim për këtë qëllim, nuk e transferojmë për diçka tjetër. Të financosh në mënyrë aktive dezertorët do të ishte një dimension tjetër, që për mua do të ishte krejt i pazakont. Po, si ju thash, unë kam qenë i shkëputur për kësaj. Pyetje. Do të lexoj 3 pyetje të tjera dhe pastaj do ju bëj disa pyetje. Pra janë pyetje dhe përgjigjet. Vazhdojt më tej në tekst dhe gazetarit bën këto pyetje. Është një fjali, në fakt nuk e di nëse ka thënë zoti Krasniqi apo gazetari. Megjithatë, këtu thuhet, ai në këtë komunikat kërkoi ndërprerjen e fondit vendlindje të ret. Më pas thuhet kjo fjali nga gazetari që ai ka kërkuar gjithashtu presion mbi në thonjza qeverin për mjetet, sidomos nga fondi vendlindje të ret. Cili është komenti juaj lidhur me këtë? Në përgjigje, Jakub Krasniqi thotë, ai në këtë komunikat kërkoi ndërprerjen e fondit vendlindje të ret, i cili
është i vetmi fond që ka dhënë kontribut të vërtetë që prej fillimi dhe deri në këtë ditë. Kërkesa e tij është i ndërpritet financimi ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe të pamundësoj vazhdimin e luftës për liri dhe pavarësi. Gazetari më pas bën pyetjen tjetër. Ai vazhdon edhe më të mbajë mjetet e bllokuara, deri kur do të vazhdoj ky avaz i tij dhe i qeverisë së tij në thonjza. Ndërkohë, këtu thuhet që përgjigjja e zotit Krasniqit ka qenë si më poshtë. Ai do të vazhdojë kështu derisa të kuptojnë bashkëdhetarët se Bukoshi me bllokimin financiar që u ka bërë UÇK-s i ka lënë hapësirë Serbisë fashiste të kryejë masakër pas masakre, derisa të kuptojnë edhe ata për përgjegjësinë që kanë për dhënien e djersës së tyre në adresë gabuar. Përgjegjësia e Bukoshit para popullit dhe historisë është tepër e madhe. Gazetari. Këto deklarata të tij nuk janë të parat. Ai çdo herë pas ndonjë ofensive ose masakre serbe ka deklaruar se qeveria në thonjza e tij ka dhënë kaq mjete për luftën. A mos është edhe kjo një përpjekje për të provokuar ndjenja të mërgjimtarëve pas masakrës së Reshakut dhe kështu të mbush arkën e tij? Përgjigjja që jep Jakub Krasniqi sipas dokumenti është: Bukoshi dhe qeveria e tij në thonjza, masakret e kryera në Likoshan, Qirez dhe Prekaz e deri në këtë të Reshakut i ka shfrytzuar për grumbullimin e mjeteve financiare për luftën, të cilat jo vetëm i ka bllokuar, por në shumë raste i ka shfrytzuar kundër tij. Ai edhe tani vazhdon të luajë paturpsisht me ndjenjat e liridashëve e bashkëdhetarëve në botën e jashtme. Tani mendoj se është koha e fundit që Bukoshi dhe njerëzit e tij ta pyesin veten se për ku janë nisur. Pyetja që kam për ju dëshmitar është që a jeni ndjenit në një vërtetësie të këtyre deklaratave të bëra këtu, në veçanti për faktin në qoftë se zoti Bukoshi ka vepruar në mënyrë të tillë që të cënonte ose të pengonte përpjekjet e UÇK-s. Përgjigje. Nuk jam në gjendje të komentoj lidhur me vërtetësinë e informacionit që jepet këtu dhe të faktit në qoftë se Bukoshi në mënyrë aktive mundohej që të pengonte përpjekjet e UÇK-s. Ajo çfarë mund të them unë është që thjesht të shtoj nëse më lejoni që ai ishte disi ingurruar, i tërhequr për sa i takon përdorimet të fondeve të diasporës së LDK-s për çështje shëndetësore, për pakisat dhe për gjëra të tjera, për të ndarë me UÇK-n. Së dyti, pa komentuar në hollësi për deklaratën, kjo në përgjithësi është në përputhje me narrativën që është të shpalosur me kalimin e kohës, që qeveria në Mërgat ka burime për shkak të diasporës, që lëvizja e armatosur shtetërore ka nevojë për këto burime dhe që të duhej që qeveria në Mërgim të ndante këto burime. Pra, nuk e di nëse isha qartë mjaftueshëm, por kaq mund them sa i takon këtyre aspekteve. Gjykatësis Metro tani do kërkoj që të paraqitni një tjetër dokument në ekran. Dokumenti ka numrin RN KSC BC 2020 Viz 06 Viz ET Viz 05, Viz 87, Viz 0018. Do të është një libër që e keni parë gjatë pyetjeve të palëve të tjera. Është libri i Mark Wellerit. Ti kërkon sekretarës të paraqes librin në ekran. Titulli i librit është Kriza në Kosovë. Ju lutem kaloni në faqen 338 të librit, që për ndryshe është faqja 335 në versionin PDF. Numri RN është 1D036. Do kërkoj që ta zmadhonit, ky është dokumenti, ta zmadhonit në mënyrë të tillë që ta shohin më qartë palët. Është një fragment i marrë nga libri i zotit Weller.
Do ju kërkoja që lexoni pikën 32 në mënyrë të tillë që keni pak kontekst përpara se t'ju bëj pyetjen. Është një letër nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara që i drejtohet presidentit të Këshillit të Sigurimit dhe mban datën 23 mars 1999. Pra, në shtojcën e parë është letra nga kryetari i OSBE-s në sekretarinë e përgjithshme. Do fillojmë në drejt fundit të faqes duke lexuar. Do kërkoj sekretarisë që të zmadhonte pak më shumë paragrafin e fundit në të djathtë të ekranit. Do ju lutesha sekretar që të shikoni pikën situata politike. Lexojeni pas zë, pastaj do ju bëj disa pyetje lidhur me këtë paragraf. Okay. Dëshmitari lexova. Pyetja. Aspekti i parë për cilin unë jam interesuar është që këtu thuhet që Adem Demaçi ta dorëheqen si zëdhënës politik i UÇK-s me 2 mars, besoj duket qenë 1999. Në atë çfarë duhej që tregonte se kishte një ndryshim brenda UÇK-s lidhur me pranimin e marrëveshjes së përkohshme për cilën u bën biseda në Rambuje. Pyetja e parë që kam për juve është nëse jeni ndjeni nëse Adem Demaçi ka dhënë dorëheqjen e vet si zëdhënës politik me datë 2 mars. Përgjigje. Me 2 mars 1999, unë nuk kam qenë në ndjeni të dorëheqjes së zotit Demaçi. Por më pas u informova lidhur me këtë. Pyetja. Nuk dua që t'i vendos fjalë në gojë, por ju përshkruat që qëndrimi politik dhe diplomatik i UÇK-s ndryshoi me kalimin e kohës. Ndërkohë që këtu thuhet që dorëheqja e zotit Demaçi ishte një tregues i ndryshimit të qëndrimit të UÇK-s brenda saj, sa i takon pranimit të marrëveshjes së përkohshme. Pajtoni ju me këtë dëshmitar? Përgjigje po. Mund të jap edhe kontekst shtesë sa i takon natyrës së këtij ndryshimi nëse jeni interesuar. Gjykatësi Petrov, po, vazhdoni ju lutem. The negotiation in Përgjigje. Atëherë, marrëveshja e Rambujes kishte shumë shtresësime, shumë dimensione. Atëherë, së pari kishim të bënim me tekstin e marrëveshjes, në cilin kam qenë përfshirë vetë. Dhe, domethënë, ideja ishte rreth termit duhet përfshirë pavarësia shprehimisht apo jo. Ndërkohë që një tjetër element kishte të bënte me natyrën e shtojcës së sigurimit dhe asaj çfarë do të bënte NATO-ja në qoftë se do nënshkruhej marrëveshja politike dhe në qoftë se NATO-ja do ndrynte. Dhe do kaloj te një tjetër pika tretë më pas. Megjithatë, më lejoni të them për momentin që dinamika këtu ka qenë e ngjashme si me dinamikën në Dayton ku unë kam këshilluar për bosnjakët. Dhe kjo ishte që nuk ishte eksaktësisht e rëndësishme se çfarë thuhej në marrëveshje, por ju do merrni 10 mijëra trupa të NATO-s në vendin tuaj për të mbrojtur popullin tuaj. Pra, në Dayton, unë kam qenë në një takim ku është thënë shprehimisht që thjesht nënshkruani dokumentin dhe ju do të merrni 50.000 trupa të NATO-s. Këtë nuk e kam dëgjuar shprehimisht në fakt në Rambuje, por tema kryesore, se ide kryesore kjo ishte. Ndërkohë dimensioni i tretë ose aspekti i tretë ishte që aleatët amerikanë dhe europian nuk kishin vështirësi që të bënin një ndryshim 180 gradë. Ne këtu jemi për të mbrojtur të drejtat e njeriut të shqiptarëve të Kosovës, edhe në fakt kjo e bëri ambasadorin Mitch McConnell që vinte në Rambuje, domethënë u shpreh qartë që jemi gati që të mbrojmë të drejtat e njeriut të shqiptarëve të Kosovës, ndërhym dhe nëse ju nuk e nënshkruani dokumentin, ju jeni armiqt tan. Do t'ju ndërpresim financime, do ju braktisim, dhe në fund fare serbët mund të bëjnë çdo duan me ju. Kjo do ketë çuar në ndryshimin e qëndrimit brenda UÇK-s.
besoj do kenë qenë Amerikanët në kontakt me komandantët lokal për të transmetuar këtë mesazh. Dhe ky është transmetuar së mesazh dhe brenda kështjellës. Dhe domethënë dikush mund të thoshë që ky ishte ndryshim i shpejt, dhe ishte, dhe nuk është se ja u them në fakt me krenari këtë gjë, por amerikanët ti për një moment i kishte miq, po për një çast mund të bëj edhe armiq, nëse nuk bëj diçka siç mendoj. Në paragrafin tjetër, do të përsëri në këtë paragraf, më pas shkruhet më 3 mars, 8 shqiptarë të Kosovës, pra 8 parti politike të shqiptarëve të Kosovës, përfshirë këtu dhe LDK-n e Ibrahim Urgovës, përfaqësuan në hije Parlamentin e Republikës së Kosovës të thëritur për të mbështetur marrëveshjen e Rambujës. On the last day of Rambouillet, Marrëveshja në parim të Rambujës. Përgjigje, po, delegacioni shqiptar në Rambujë, ndërkohë që nuk ra dakord ose nuk pajtua që të nënshkruante marrëveshjen në Kështjell në Rambujë, i dërguan një letër Madeleine Albright, ku thuhej që synojmë ose planifikojmë që të nënshkruajmë marrëveshjen në Rambujës, pasi të bëjmë konsultime. Nuk e di se cili ka qenë termi ose fjala eksakte që u përdor. Megjithatë, ideja ishte kjo që na duhet që konsultojmë me popullin kosovar. Dhe gjithashtu konfirmuan që e kuptuan paragrafin e parafundit që të flitej për referendumin, domethënë këtë paragraf të flitej për gatishmërinë për vullnetin e popullit dhe që ata të pranonin transformimin e UÇK-s. Pra, domethënë ideja ishte që së pari kosovarët nuk e kishin nënshkruar Rambujën, kjo ishte e vërteta, dhe dyta ishte që ekzistonte një narrativ që thoshte që do ta ekzistonte premtimi në thonjën saj që do të nënshkruhej marrëveshja pasi konsultohej populli i Kosovës dhe pasi të merrej mbështetje për marrëveshjen në parim të Rambujës. Gjykatës metro. Në rregull. Kjo më çon në 2 grupe të tjera pyetjesh. Së pari, e para pyetje është kjo që ju e kishit vizituar kolegun, domethënë është një pyetje që e bëri kolegu i gjykatës i parë pak më përpara, dhe ka të bëjë me takimin e planifikuar ndërmjet Hashim Thaqit dhe Adem Demaçit. Pyetja ime e parë është shumë bazike. Dua t'ju pyes nëse keni informacion nëse takimi realisht është realizuar apo jo. A keni këtë informacion apo jo, dëshmitar? it's assumed Përgjigje. Unë gjithmonë e kam menduar që ka ndodhur ai takim. Këtë përgjigje kam. Ose mbase për ta thënë ndryshe më mirë, nuk kam informacion faktik për të mbështetur faktin nëse ka ndodhur apo jo pyetja. Por unë gjithmonë kam thënë që ai fluturoi drejt Slovenisë për të takuar me Adem Demaçin. E kam menduar që takim ka ndodhur, megjithatë fakte për ta mbështetur këtë supozim nuk e kam. Gjykatësi Smith. Gjykatësi Metro. Një pyetje tjetër plotësuese. Ju nuk keni marrë asnjë raport, ose nëse keni marrë, më thoni, nuk keni marrë asnjë raport lidhur me natyrën ose me përmbajtjen e këtij takimi. A është drejt thuhet kjo? Përgjigje po. Përgjigja ime për antarët, atëherë, ju thashtë një herë që ju thash antarëve të delegacionit kosovar, ku është Thaçi sot, ata më thanë që zoti Thaçi ka fluturuar në Sloveni për të takuar me zotin Demaçi. Pra dëgjoheshin fjalë në Kështjell se ai takon zotin Demaçi, çfarë ndikimi kishte zoti Demaçi lidhur me bisedat, me negociatat atje. Nuk më kujtojnë fjalët eksaktësisht, megjithatë, unë kërkova që të lexoja ose le të them që kishte kuptoja situatën, megjithatë duke mbajtur distancën nga delegacioni, duke mbajtur një lloj distance të caktuar me ta. Pyetje. Pse ishte nevojshme që të bëj takimin midis zotit Thaçi dhe komandantëve të zonës së UÇK-s? Dhe
juve jeni përgjigjur sa në paragrafin 39 të deklaratës që e përsëritet edhe një herë edhe disa herë të tjera gjatë pyetjeve të bëra. Pyetja që kam aktualisht tani është në qoftë se jeni ndeni apo jo që takime të tilla pra të kësaj natyre kanë ndodhur apo jo në fakt në kohën e ndërmjetme, pra në kohën përpara se sa të nënshkruhet marrëveshja. Përgjigje. Kam më shumë informacion për të përgjigjur pyetjes tuaj. Domethënë po nëse ju do më thoni që të bëj një listë të takimeve dhe me kë është takuar zoti Thashë, me kë komandant zone, këtë nuk ja u bëj dot, nuk e them dot, por pyetjes dhe nëse ju më pyesni mua që a mund të provoj ose a kam informacion faktik për të mbështetur ose për të provuar që zoti Thashë është takuar me komandantët e zonës, përgjigjja është jo. Arsyeja që pse kam të mendim është që kur ktheva në Washington, kam pasur biseda të gjëra dhe të gjata me diasporën shqiptare të Amerikës. Dhe atyre i kam pyetur për të më thonë që çfarë po ndodhte, cilat ishin zhvillimet. Dhe më kujtohej që ata më kanë thënë se Hashim Thaçi duhet që të kthehet të flasë me komandantët e lokal. Edhe një herë, janë thashë themi, janë fjalë që më kanë thënë ata, do të thënë thjesht po përsërisja më kanë thënë ata mua. Pra ai po shkon nga njëra zonë tek tjetra, domethënë po merr shkrimet e tyre, ka një letër me vete e të tjerë. Domethënë edhe një herë këto më kanë thënë mua, shqiptarët e Amerikës, po ja u them unë juve. Pra thjesht kishte shënime me vete që ja tregonte të tjerëve që dikush tjetër kishte shkruar aty. Pra dhe kjo çoi në situatën e Bob Dole që nëse doni mund t'ja shpjegoj apo jo. Dhe për këtë arsye, ja u them me siguri që ai ka shkuar në teren për të mbledhur në shkrimet e komandantëve të zonës. Mbasi ka shumë informacion se ç'duhet ju kërkoj ndjes për këtë. Megjithatë, paralelisht me këtë, kishte një kosto të caktuar, një kosto domethënë se politike do thoja se takon marrëdhënies me Bob Dolin sepse ai ishte në teren. Pra, ai ishte në teren dhe nuk e kishte të mundur që të takoheshe me senatorin Bob Dole dhe kjo pati një kosto domethënë se politike. Ndërkohë që unë u sigurova që ai në fakt ishte në teren, ishte duke u takuar me komandantët e zonave. Pyetje, ju lutem mos e merrni si kritik personale, por pyetja që kam tani është a keni qenë ndonjëherë në gjendje që të konfirmoni informacionin që është dhënë në dorë të dytë ose në dorë të tretë, pra informacion që keni marrë nga burime të tjera. A keni marrë informacion që provonte fakti që zoti Thaçi është takuar me këto komandant zonash dhe a ju janë dhënë emra të personave të cilët ai supozohet që të jetë takuar? Përgjigje, jo. Nuk e marr si kritik as pak. Sepse marrëdhënia ime me shqiptarët e Kosovës ishte që unë të kisha njohur sa më nevojiteshin, pra kisha informacion për sa më nevojitej. Kjo ishte jo e thënë shprehimisht, por kjo ishte në kuptuar. Unë jam takuar me Tino Hasanin në një fshat dhe ai ka thënë që për shembull jam takuar me disa veta të tjera, më ka thënë që këto janë shokët e mi. Por nuk është se ka marrë në një kartë vizitë të tyre për dirë rrezaktësisht se kush ishin këta persona. Si zyrtar, si zyrtar i Departamentit të Shtetit, si amerikan, gjithkush mendon që unë jam person i cies përpara se sa unë të demonstroj të kundërtën. Kështu që unë jam shumë i kujdesshëm përpara se sa të kërkoj hollësi të tjera, të kërkojmë shumë informacion se më nevojitet. Pyetje. Thjesht mundohem të di se sa mund thoni ju ose çfarë dini ju. Po duke marrë parasysh të çfarë thatëm përpara, domethënë duke marrë parasysh natyrën e informacionit që keni marrë ju, nga ku e ka pas burimin ky informacion dhe aftësitë tuaja. Pyetja që kam për ju është kjo. A keni pasur informacion ose në një tregues nga informacioni që keni marrë ju që ndoshta komandantët e zonave nuk pajtoheshin me nënshkrimin e marrëveshjes së Rambujës, domethënë nga informacioni që keni dëgjuar, nga çfarë ju shton ju nga palë të treta, nga persona të ndryshëm, a e keni marrë këtë informacion apo jo? Ose ndoshta nëse kanë rezistuar kundër nënshkrimit apo jo. Nëse keni këtë informacion, ju lutem na e shpjegoni.
Përgjigje. U bë një takim me Dino Hasani në fshat. Dhe ishte i qartë si drita e diellit. Dhe mua më kërkoi që të luaja një rol të vogël lidhur me këtë. Domethënë, u bë i qartë si drita e diellit, siç e thash, që komandantët e zonës duhet që të bëheshin pjesë të procesit. Po mundoj që të jenë sa më qartë të mundur. Brenda kështjellës ishte e pamundur që të përcaktohej statusi i ardhshëm i Kosovës. Kështu që çfarë më tha është që Paul të besojmë, tani merret të copën e letrës, shko, jepe këtë mesazh, shko dhe bëj avokati ose këshilltari i UÇK-s dhe na informoni plotësisht neve, do të na thoni me transparencë të plotë se çfarë po ndodh aty brenda dhe në çfarë drejtimi ka procesi, në mënyrë të tillë që edhe komandantët të informohen. Jo, do të thonë nuk është se më është shprehimisht kështu, nuk është se më ja thënë këto fjalë eksaktësisht. Po ideja ishte që apo na siguroj apo po flitet për pavarësinë, a do kemi mbështetjen e NATO-s e tjerë. Pra, ato ishin të gjithë të harmonizuar, të linjizuar. Nuk e di tani nëse kanë qenë të linjizuar me Azden Damaçin apo jo, por në të gjithë në Rambujo ishin të përfshirë që të siguronin përfshirjen konstruktive në procesin e negociatave. Gjykatësi Smith, faleminderit, nuk kam pyetje tjera për ju. Gjykatësi Smith, do bëjmë gjysmore pushim sipas planit, dëshmitar. Dëshmitari, faleminderit. We're adjourned until 11:30. Do bëjmë pushim deri në orën 11:30. Sekretari të gjithë më këmbë.